Bashkia Selenis ka organizuar këtë të premte në qendër të Vllajinës festën e verës dhe rakis. Ky është edicioni i dytë që në Bashkinë e Selenicës organizohet panairi i titulluar Festë e verës dhe rakis, një panair ky i cili i ka dhënë mundësi fermerëve të zonës të shpalosin produktet e traditës të prodhuara nga ata si verë, raki, por nuk kanë munguar as vaj ullirit si dhe produktet bulmetore. Por ky panair është kthyer edhe në një festë për Vllajinën dhe banorët e zonave përreth. Përgjatë këtij aktiviteti nuk kanë munguar performancat në këngë e valle të Polifonis Labe, ku ka patur një ndërthurje mes brezash me grupet e fshatrave që kanë performuar, por edhe të rinjt nxënësit e shkollave, të cilët kanë kënduar dhe kanë kërcyer këngë të Polifonis Labe si një trashëgimi ndër breza të kësaj tradite. Let mi ha je ujgudhit se do dalë në fshat një qikë. Kete ballit moja mbi sy të kanë rënë, si janë ambas malit moja, si janë e pabëra. Pas kur po vije, thash me det, rëzës në to hije, syrin në bankit me ta. Dhe se vdat moj që të vogël fare, tani që murite, fillon dhe bënë naze. Zhvillimi i vreshtaris dhe blektoris, si dhe nën produktet e tyre, beten për herë në vëmendjet e Bashkisë së Selenicës. Për kreun e Bashkisë Selenis, festa e verës dhe rakis shërben për promovimin e resurseve që bashkia ka. Rakia dhe vera, sipas Nertil Bellajt, është një traditë e labëris e cila gjendet në çdo shtëpi. Bellaj thot se promovimi të tilla produkteve i shërben ekonomisë lokale të zonës. Festa e verës dhe rakis është një festë në vazhdën e shumë aktiviteteve që ne bëjmë për promovimin e resurseve që ne si bashki kemi. Ne jemi një bashki me karakter bujqësor blektoral dhe nuk kishte si të ndodhte ndryshe që mos të kishim një festë të tillë, të verës dhe rakis. Në çdo shtëpi që fëmijë i mësuar në një trapezë të madhe ku qendra ishte rakia. Nuk ka në këtë zonë mos të marrë mirësi, nuk ka në këtë zonë mos të bëjë muhabet. E pikërisht rakia dhe vera shërbejnë si motor i ndezjes sa një klime dhe një atmosfere shumë të mirë në ambientet tona, por rakia dhe vera janë produkte që na përfaqësojnë. Ne nuk duhet që kur vim të huajt të japim amaron italiane apo whisky në skocis, po ne duhet që kur të huaj, po dhe personat që janë në kryeqytet apo qytetet e tjerë duhet që të themi që rakia jon është më e mirë se whisky i Skocis, sepse ne me promovimin e verës dhe rakis zhvillojmë ekonominë, po mbajmë gjallë dhe historinë që është e lidhur me rakin, me verën dhe me produktet blektorale që ne si bashki kemi. Bujar Kaçani, drejtuesi i drejtorisë së bujqësisë dhe blektorisë në Bashkinë Selenis, thotë se vreshtaria është një traditë qindravjeçare e zonës. Sipas Kaçanit, vreshtaria, kultivimi i rakis dhe verës ka marrë një tjetër zhvillim vitet e fundit, por ka ende shumë për të përmirësuar në mbështetjen ndaj fermerit. Kultivimi i vreshtarisë në lumin e Vlorës është një pjesë e rëndësishme e traditës bujqësore dhe kulturore të zonës, që lidhet ngushtë me klimën mesdhetare, tokat pjellore dhe mjeshtrin shumë vjeçareve të banorëve vendas në kultivimin e hardisë dhe prodhimin e verës. Vreshtaria në këtë treg ka rënë të thella historike që nga kohët e lashta ilire
dhe periudha aromake, kur kjo zonë jej për kultivimin e hardhive të egra dhe verërat aromatike që tregtoheshin në brigjet e Adriatikut. Kushtet natyrore të favorshme me klim të butë mesdhetare, dielli i bollshëm, erat e ngrohta dhe deti dhe tokat me përbërje gëlqërore e kanë bërë lumin e Vlorës një vatër të përshtatshme për kultivimin e varieteteve cilësore të rushit si sheshi i bardh, sheshi i zi, debin dhe varietete autoktone që ruhen ende në vreshtat familjare. Gjatë dekadave të fundit, vreshtaria ka njohur zhvillim të ri falë përpjekje të fermerëve lokal dhe investimeve të qeverisë përmes skemave kombëtare të investimeve, por më shumë duhet të bëj bashkia në buxhetin e vitit 2026 dhe mëtej nëpërmjet skemave konkurruese vendore të grandeve, duke vendosur zëmë vete për rigjallërimin e prodhimit tradicional. Ky aktivitet u përmbyll me shpërndarjen e disa certifikatave të mirënjohjes për të gjithë fermerët, kultivuesit e verës dhe rakis, por edhe vajt ullirit që morën pjesë në të. Certifikata këto të dorëzuara me motivacionin për pjesëmarrjen dhe paraqitjen cilësore të produkteve bujqësore dhe blegtorale.